Lojtarja Kërës Bexhet Pacolli shpeshherë ndan përvoja personale me ndjekësit e tij në rrjetet sociale. Së fundmi ai tregoi se teksa ishte në një takim, i rrethuar nga njerëz me mendje të ndritura, mendja e shkoi tek Zilia, të cilën sipas tij shumë njerëz e kanë në raport me tjetrin kur arrin diçka. Ai thotë se sa më shumë inat ndaj suksesit të dikujt, aq më shumë dyert të mbyllura në jetë. Hapni dyert e zemrës tuaj, gëzoni për suksesin e tjetrit, sepse kur festojmë për të tjerët, Zoti na jep arsye të festojmë dhe për veten, shkruan mes të tjera Pacolli. Teksa isha ulur në një takim, i rrethuar nga njerëz të mirë e mendje të ndritura, syt ishin nga folësit, por mendja më iku thellë. Një reflektim më përshkroi dhe ndjeva nevojën të ndaj me ju miq të dashur. Sa shpesh kemi parë dikoj që gëzon për suksesin e tjetrit, dhe sa shpesh kemi ndjerë një ftohtësi të pashpjegueshme në fytyrën e dikujt kur ne vetë arrim diçka të mirë. E vërteta është se Zilia është një barr që nuk të lë të jetosh i qetë. Ajo lind nga presioni që ndjen kur shet të tjerët të ecin përpara dhe në vend që të motivojnë të shterë. Ziliqari nuk buzëqesh, nuk gëzon, madje edhe përpiqet të qortoj atë që është mirë, vetëm se nuk është ai në vendin e të tjetrit. Por me dhimbshmja është se edhe vetë Zoti ja mbyll dyert e suksesit atij që nuk di të gëzoj për të tjerët. Sa më shumë inat ndaj suksesit të dikujt, aq më shumë dyert të mbyllura në jetë. Ndaj nga zemra e them këtë. Hapni dyert e zemrës tuaj, gëzoni për suksesin e tjetrit, sepse kur festojmë për të tjerët, Zoti na jep arsye të festojmë dhe për veten. Kjo është një e vërtetë e jetuar. Kështu afrohemi, kështu duhemi, ka shkruar në postimin e tij Bexhet Pacolli.